njeriu në këtë jetë, prej arritjeve më të mëdha, prej përmbushjeve më të mëdha, e ka kur e di qëllimin e ekzistencës, e di arsyeën e ardhes në këtë jetë, e di se cili është roli i tij në këtë jetë dhe çfarë duhet bëj. Në moment që njeriu i humb qëllimin e jetës, i humb domethënia, nuk e ka të qartë pse e frymon, pse jeton, nuk e ka të qartë pse është në këtë jetë, ose jeton në një formë që ndoshta më shumë i ngjan ndoshta krijesave të cilat nuk kanë logjik, sesa një krijesë të logjikshme sikur që është njeriu. Ndaj të jetosh pa qëllim dhe pa një objektiv në të vërtetë përbën sëmundje. Për arsye sepse njeriu hyn në një rreth të gjerë edhe të pafund të sorollatjes dhe të hutisë. Dhe rrëdhëmisht është një gjendje e keqësuar e zemrës në cilën vetëm për lumturi nuk mund të flitet. Dhe thot njeriu kur nuk e di pse është, pse jeton dhe ku do të vejë në fund të këtij rrugtimi të quajtur jetë, saktësisht bëhet fjalë për një gjendje plogështie, gjendje lodhje, gjendje mundimi dhe gjendje sëmundje. Në të vërtetë Allahu na ka treguar arsyeën e ardhjes në këtë ekzistencë, Allahu na ka treguar që gjendjet e njerëzit i ka krijuar vetëm që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, sikundër që Allahu subhanahu wa taala i ka pyetur njerëzit, a mendojnë njerëzit se i kemi krijuar për kot? Do thotë është e largët mendohet për Zotin që krijon kot dhe pa ursi, krijon kot dhe pa një domethënie thelbësore që jep domethënie jetës.